po bukuria e krejt Ramazanit është treza familjare. Edhe të pitalkat. Po, edhe të pitalkat. Ato pitalkat me mujt me evitu kishtë qenë shumë mirë, për arsye se milli bardhi dim, besoj që kemi folë mjaftueshëm që ka efekt negativ për trupin e njeriut, edhe është pikërisht kjo, do më thëmë prodhohet insulina, na bën probleme shumë në organizëm, edhe realisht nëse vetë që fillojme edhe konsumojmë pitalke në gjatë, nuk po du m'ja vhek, së është edhe tradicionale, po nashta një sasi pak ma të vogël. Se dyqysh do këtë nëjherë si kur gjithat mirat e Zotit me i shtru për para, kur nuk është pitalka aty pak e djegun për mi, do këtë që nuk e bo kur gja. Një diçka që e dim shumica, nuk po thëmë gjithë, që nuk është diçka e mirë, po prapë se prapë nuk arri me e largu prej sofrës. E të mos flasim tash për pitet e mira që dim me i ba me mas të katunit, e na i herë edhe flien, bile është nashta si turp llogaritë të marre, nëse e ke prit dikon veç me gjella dhe nuk e gatu kur gjë prej brumit. E me mujtë fillim të Ramazanit me i përcjell së mesazh edhe kishim kursy gratë, nuk kishin për mill, edhe nënën tjetër kishin jetu musafir të më shëndetshëm. Në s'kom pritu me gatu, po kum dash me u kursy. Po, se kemi marrë këshilla. Realisht janë karbohidrate të thjeshta që ndikojnë negativisht më thonë në funksionin e organeve dhe për shëndetin tonë. Kishtë qenë mirë mi ndru me integrale, çka do që pregaditet, po e di që është tradicionale, është një diçka që nuk mujna me ndru, po thjeshton çka apeloj edhe çka lutna që mund me te i kalu me sasi. Masi veç për shembull gjatë Ramazanit i pregadisim krejt, që na duhet, supen, sallatën, më thënë, zakonisht une e nisa ma ato se e mira Ramazanit është që ushqimit pregaditen shpe. Më thënë, edhe nëse jashtë zakonisht menut jënë të bollshme me ushqime, edhe nëse hajmë jashtë, se është ajo tradita që mbledhem familjarisht, po mu mundu pak më kursy prej brumit, edhe sinqerisht prej këtyre piteve, flijave, i kishtë qenë shumë mirë. Ose për shembull pitalkën që s'dul dikush me bo një pitalkë me mill integral, me provu me bo virale. Kishtë qenë shumë mirë, se nashta na kishë ndimu edhe në aspektin shëndetësor. Me shpresu që dikush s'po thotë tash ton ditën s'po ham, na kisha mlena me niftar me hëngër çfarë. Jo, është e keqja është se asi veç s'keni mi hungër krejt ditën, atër të pakten qatë periudhë kur na bjen me konsumu ushqimin, me marrë vlera ushqyese që i duan në organizmit, edhe me shfrytzu këtë periudhë, që gjatë ditës gjitha të sakrifit që e ke bo, mos me i hudhë. Mos me qu krejt poshtash, krejt ato që e ke bo deri tash. Më thënë, masi veç po kontribon, po investon për shëndetin tënë, unë e kam shumë prioritet këtë pjesën e vëmendjes e kujdesit për vetë vetën se cili. Pa morë parasysh të domos në femrat jemi të prime kujdes për të tjerët, lindim, rritëm, të shërby për të tjerët, edhe sidomos muajin e Ramazanit, momentin që ulëm për me bo iftar, jemi krejt barabart, edhe realisht këtë aspekt kontribuojmë se cilit të vetja edhe mendojmë për vetëm edhe bëjmë një kontribut shpirtënisht edhe fizikisht për vetën. Në këtë rast letë mendojmë 100% për vetën. Do më thënë, le ta shfrytëzojmë këtë periudhë edhe të mendojmë ja kushtojmë pak të një muaj 100% vetës.